Pas shumë se ja kesh në zyrat e SPAK për të dhënë shpjegime me orë të gjata lidhur për punën e tij si kryebashkiak i Marrës, e shtunë 23 marsit e gjeti Jorgo Goron në prangat e oficerëve të policisë. Së bashku me 4 persona të tjerë, ku 2 janë me masa sigurie arrest me burg, ndërsa 3 të tjerë në arrest shtëpie, Goro u shoqërua me urdhër të prokurorisë së posaçme. Vendimi erdhi pak ditë pas dënimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Belerit me 2 vite burg nga gjykata e posaçme në akuzën për korrupsion pasiv gjatë zgjedhjeve lokale të vitit të shkuar. Ky i fundit ishte personi kyç që ngriti kallëzimet ndaj Goros, ku e akuzoi për shkeljet e kryera në bazë të një auditi që kontrolli i lartë i shtetit ka kryer në Bashkinë e Imarës për vitet 2019-2021, ku u gjetën shkelje të ligjeve në procedurat e tenderimeve publike, mosmbledhjes dhe mospasqyrimit të drejtë të ardhurave dhe debive në buxhetin e bashkisë, si dhe dhënien e lejeve të ndërtimit në kundërshtim me ligjin. Kryebashkiaku i zgjedhur që e mundi nga burgu Goron në zgjedhjet e 14 majit e akuzon se ka tjetërsuar një pronë në favor të tretëve, pronë e cila sipas Belerit është marrë statusi investitorit strategjik nga biznesmeni Artan Gaçi, i njohur ndryshe si ish deputet i Partisë Socialiste dhe bashkëshorti Olta Xhaçkës, deputete dhe ish ministre. Sipas prokurorisë së posaçme, gjatë ushtrimit të detyrës, Goro në bashkëpunim me drejtorin e Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Tokës, kanë përcjell pranë organeve kompetente dokumente tërësisht të falsifikuara, duke bërë të mundur më pas regjistrimin e një sipërfaqeje prej 5512 m2 tokë bujqësore në pronësi shtet në favor të subjektit privat. Toka e ndodhur në dërmi pas regjistrimit në regjistrat publik fali dhe veprimeve të kundraligjshme të personave përgjegjës është tjetërsuar në favor të subjektit privat, duke i hequr shtetit të drejtat e pronësisë mbi të. Goro akuzohet nga prokuroria e posaçme edhe për një sër veprash të tjera lidhur me ushtrimin e detyrës, ku në një rast tjetër është vendosja faktike në terren e një sipërfaqeje tokë bujqësore prej 5080 m2, duke ia mbivendosur atë një pasurie tjetër në pronësi të shtetit. Nga ana tjetër, arrestimi i Goros ka ngritur pikpyetje mbi drejtimin e Bashkisë së Imarës, edhe pse nën pranga Goro vijon të mbajë këtë funksion pasi deri më tani nuk ka asnjë vendim nga Këshilli i Ministrave për ta shkarkuar apo nga prefekti i Vlorës Vangjel Tavo. Dosja Goro ka nxitur kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Pardhi, i cili përmes një letre drejtuar kuvendit kërkon të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese për mandatin e Olta Xhaçkës. Sipas tij, ish ministra është duke u mbrojtur politikisht.